Egla Ceno shpërthen ndaj ndeshjes Shqipëri-Serbi, ja mesazhi që ka për tifozët. Pak para përballjes së shumë pritur mes Shqipërisë dhe Serbisë në Euro 2026, aktoria e njohur dhe fituesja e Big Brother Albania 3, Egla Ceno ka reaguar në rrjetet sociale. Në një story në Instagram, ajo i bën thirrje shqiptarëve që të mos përziejnë artin me sportin dhe politikën, duke theksuar se krenaria dhe forca e kombit qëndron në mikpritje dhe qytetari jo në urrejtje. Na ka lënduar vëllezërit kosovar, le të tregojmë se jemi më të mirët. Por ju lutem, mos ngatroni artin dhe sportin me politikën. Politika is a bitch. Le t'ju tregojmë në trojet tona se ne jemi më të mirë se ata. Ne mikpresim, ne nuk qajmë si bebe për një simbol me duar. Ne jemi Shqipe, forca me fitore Shqipëri.